Sektori i bujqësisë do të marrë një fond prej 16.3 miliard lekësh për vitin e ardhshëm ose 11.3% më shumë krahasuar me vitin 2025. Ministri i bujqësisë dhe zhvillimit rural Andi Salla prezantoi në komision projekt buxhetin për këtë ministri, ndërsa theksoi se në fokus do të jetë përmbushja e standardeve në rrugën drejt Bashkimit Evropian, e cila lidhet kryesisht me sigurinë ushqimore. Dhe jemi duke shikuar të gjithë legjislacionin për farmacit bujqësore, të cilat do të jenë të rregulluara sipas legjislacionit si farmacit mjekësore apo farmacit cilat ne do të kemi një digitalizim të tyre për t'i kontrolluar më mirë dhe për të pasur ne një mundësi që fermerët shqiptar të jenë të qartë për atë çfarë blejnë, të jenë të sigurt për atë çfarë blejnë. Një risi e projekt buxhetit për vitin e ardhshëm është kompensimi prej 10% i TVSH-s për shitjet me faturë për çdo fermer me NIP. Pra, nëse ne po ta marrim thjesht, nëse ne dërgojmë një faturë, një fermer shkon një faturë 1 milion lekë të reja, do t'i kthehen 100.000 lekë në faturën apo në llogarinë e tij. Kjo është përfitimi tret për tret i çdo fermeri shqiptar. Ndërsa për sa i përket fondeve IPARD, Ministri i Bujqësisë tha se deri në fund të vitit parashikohet që të përfundojnë të gjitha masat korrigjuese për skemën për të nisur më pas negociatat. Plani i veprimit është miratuar nga Komisioni Evropian në mes të vitit 2024 me masat korrigjuese dhe përmirësuese. Deri në fund të këtij viti do të përmbushen këto masa, të cilat pastaj do t'i hapim qeverisë mundësinë për të hyrë në diskutime me Komisionin Evropian, në mënyrë që të çelet dhe programi IPARD 3.